Ti ke të integruar pluralizmin jo vetëm me Ilirianën, e cila është po ashtu pjesë e artit, Iliriana Logja, bashkëshortja e Altinit, Logja Basha, por e ke të integruar edhe në gjuhë, brenda familjes. Herën e kaluar që u pa me në Gjellushja, vajza jote insiston të fliste dialektin e Kosovës si shej identitare. A mund të ketë pluralitet, diversitet kulturor nëse i mbetemi besnik formulës së tanishme gjuhësore shqipe? Unë nuk jam ekspert i gjuhës, por mendoj që nuk i vjen asgjë e keqe shqipe standarde nëse shqipja standarde do të pranoj atë që është realitet. Gegnishtja është një realitet kulturor shqiptar. Është i pamohshëm. Dhe mendoj që për aq sa unë mund të kuptoj, i është hyrë në hak në standard gegnishtes. Madje nuk i është hyrë vetëm gegnishtes, po i është hyrë dhe standardit, sepse duke humbur tiparet e gegnishtes, në fakt ka humbur një element që e pasuron Shqipen. Përtej marrëdhënieve edhe sigurisht i ke ardhjeve të mia në Kosovë, unë kam bërë 2 eksperienca që i konsideroj të mëdha në jetën time me gegnishten. Unë kam punuar 2 vepra të fishtës, një në Prishtinë dhe një në Shkodër. Edhe atëherë ka qenë vizionar drejtori i teatrit të Prishtinës, Agim Sobi, i cili të ligun përmend një çfaqje krejtësisht harruar nga repertori i dramaturgjisë shqiptare, një ripunim të veprës Molierit nga fishta, ndërsa shkonte nga Shqipëria, bënte një udhtim, nëse nuk gaboj, për Amerikë, gjatë kohës me Ania i ka ripunuar Molierin për franceskanët e Shkodrës, për teatrin franceskan. E ai e merr edhe e propozon si një pjesë të repertorit të teatrit kombëtar të Prishtinës, një çmenduri, kupton, edhe më fton ta punojmë. Do të fton një shqiptar të Shqipërisë të punojë një gegnishte arkaike të fishtës në Prishtinë. Që ishte në fakt një eksperiment. Me preardhje nga Elbasani. Me preardhje nga Elbasani, pa pak gek, po. Leximin e parë ka bërë Iliriana, me që jemi në kontekst, e ajo ma përktheu për me kuptu përmbajtjen, e pastaj unë nisa të lexoj veprën. E në leximin e parë nuk e harroj në Prishtinë të fishtës Luan Jahu, që ishte në rol kryesor, i cili ai lexim zgjati mbi 3-4 orë, sepse ngeceshin në fjalë, edhe pse flasin geg. Po ajo është një gegnishte krete arkaike. E Luani ju kthy tha, apo kupton, a deshet me lut frëngjisht, tash i mundi me lut frëngjisht të trupës. Në fakt rezultati i atij procesi ka qenë spektakolar në skenë. Në Shkodër është dhe më e kuptueshme, sepse ata janë shumë afër asaj, por në Prishtinë ka qenë spektakolar. E më spektakolar ka qenë shfaqja e parë e këtij produksioni në Korçë. Pra, kishte një kuriozitet kur shfaqja shkoi në Korçë, sepse po flasim për një diferencë shumë të madhe të shqipes. E ishte një dilemë si po rezonon vepra, se ne mbetëm shqipen arkaike deri në fund. Bile e kujtoj shumë mirë edhe për të kuptuar fjalët. Visar Krusha edhe Iliriana merreshin me fjalor të tërë të shqipes, madje edhe turqishte, sepse ka edhe turqizëm, për të kuptuar çfarë po flasin personazhet. E tani veç mendoja këtë produkt shkon në Korçë. Po në fakt ka qenë depërtim, asnjë problem nuk pat. Që do të thotë që diversiteti i kulturave nuk është rrezik për kulturën tonë tërësi. Edhe pos gjuhës arkaike ka qenë një gjuhë e re teatrore, shprehjes të cilën ti ke dhënë, ka qenë një shfaqje jashtëzakonshme në Kosovë. Kujt do t'i japish shfaqje, Altin Basha, përderisa Shqipëria dhe Kosova po zbrazen? Në Kosovë në vitin 2031 do të jetojnë, sipas këtij trendi të tanishëm, diku 1.4 milion banor. Në Shqipëri po ashtu pritet që në vitin 2031 të zbres në nivelin e tanishëm, rrezikohet mrrihet 2 milionshi. A do të ketë spektator të teatër gjithnjë më të thinjur, apo po sigurojmë edhe një gjenerat të re të njerëzve që do të shkojnë teatr? Pyetje e vështirë. Unë mendoj që një nga gabimet e sistemeve tona kulturore, jo vetëm teatrore,
është që ne mbetëm në atë strukturë që krijoi komunizmi, në plotësisht të centralizuar. Ne kemi instrumente teatrore të vendosura në qytete të caktuara, jo në gjitha qytetet. Qendra teatrore punsojmë njerëz dhe presim që të na vi publiku aty. Ndërkohë, i gjithë sistemi arsimor nuk merr masa për ta prezantuar, për ta edukuar publikun që ekziston edhe ky aktivitet shoqëror, kulturor në qytet. Nëse ne një fëmijë nuk e edukojmë me prallat e Shakespeare-it, me prallat e moçme shqiptare, nuk e edukojmë me aftësi për të treguar këto historitë tona, atëherë sigurisht nuk kemi marrë masat për me e pru publikun në teatr. Nuk mund të presim papritur 20 vjeçar, i cili nuk e ka idem fare që ekziston teatri, na vin teatri papritur dhe aty të zbuloj vlerat e teatrit. Është një proces edukus. Edhe për një kohë shumë të gjatë janë përpjek që në Shqipëri, të paktën në Shqipëri ku ka mundur të jap kontribut, të krijohet një sistem i cili të prodhoj, po themi, spektatorin teatror, po qoftë dhe spektatorin kulturor. Ekzistojnë modele europiane ku me detyrim për të përfunduar procesin e provimeve apo për të marrë dëftesën e vitit shkollor, nxënësi që nga fillorja deri në fund të shkollës së mesme duhet të plotësojë disa kuota të konsumit kulturor. Duhet të shkojnë koncerte, duhet të shkojnë në shfaqje teatrore, dhe minimalisht 6 ose 8. Pra, nëse çdo vit edukohet me këtë proces, sigurisht ne do të kemi njerëz të kultivuar mjaftueshëm për me kuptuar vlerën e teatrit. Të sulmuar nga fenomenet e reja të mediave sociale, sepse më të sulmuarit janë artet konvencionale, po themi, tradicionale. Ne do duhet ta përballojmë këtë gjë duke shtuar fuqit, duke shtuar mekanizmat për ta edukuar publikun dhe për ta sjellë në teatr. Por më përpara duhet shkojmë ne ke publiku. E këto fenomene të shkëmbimit të pozicioneve, pra nuk vjen publiku në teatr, por shkon teatri tek publiku. Siç është për shembull një model i ri europian që është classroom theater, ku klasa kthehet në hapësirë teatrore. Se teatri e ka për fat mirë, edhe pse është një art shumë i vjetër, e ka për fat mirë aftësinë e adoptimit. Shesh teatror mund bëhet çdo hapësirë ku mund të krijosh një komunikim mes publikut dhe spektatorëve. Nga 5 apo qoftë edhe me 1 spektator mjafton që ti të krijosh një hapësirë teatrore. Kështu që klasat janë vendet më të thjeshta për me, po ama do duhet që edhe repertori, edhe aktorët të përshtaten mbi nevojat e publikut, sepse sot teatri nuk i flet të rinjve për bullizmin, për fenomenet e drogës, për problemet në familje, për komunikimin mes tyre, për identitetin e tyre. Pra, ne nuk e kemi, arti dhe kultura jo nuk ju përgjigj fenomeneve të reja sociale në Shqipëri dhe në Kosovë, me dramaturg, me artistë cilët krijojnë duke u përshtatur me problematikat që shoqëritë tona shfaqen.